Erion Velia i ka reaguar mbi vendimin e gjykatës së apelit, e cila e la atë në burg. Pas 2 ditësh seancë, gjyqtari Engert Pëllumbi la në fuqi vendimin e shkallës së parë. Velia i shkrua në rrjetet sociale se s'pak i ngriti kurth, duke përgjuar bisedat me gruan dhe të vëllain. Ashtu sipas tij kanë marrë si prova të gjitha shkrimet në rrjetet sociale. Do të kisha dashur shumë që ta kisha fituar këtë betejë dhe tani të isha duke përqafuar djalin tim, për cilin më ka marrë shumë malli, por këta më ngritën edhe një kurth, duke më vënë në përgjim bisedat me gruan e me vëllain nga burgu dhe shkrimet e mia i kthyen në një dosje të re. E gjitha është si një ëndër e keqe, si një film sovjetik me sigurim sa që i qepen robit deri në poshtërim. Po ja që s'është as ëndër as film, po është një ngjarje e jetuar në lëkurën e një familje për fustanet imagjinare të gruas dhe dosje të stisura qëllimisht për kryetarin e bashkisë së kryeqytetit, thot ai. A ka dikush që duhet të dëgjojë të shohë se çfarë lebetie është e gjitha kjo? Avokati amerikan që më siguroi në vëlla nuk arrinte të kuptonte asgjë, pasi më dëgjonte dhe pyeste. Dakord, po pse në burg pa gjyq? I kam shkruar inspektorit të lartë të drejtësisë, por po më duket sikur kam hedhur në det një letër në shishe, që kush e di se në xhbreg të shkret ka dal. Sidoqoftë ky nuk është fundi dhe s'ka se si tjetë. Luftën për drejtësi do ta vazhdoj, do ta bëj deri në fund siç ju kam premtuar, sepse gjatë gjithë jetës sime kam treguar se ditë ringrihem, humbjet na bëjnë më të fortë dhe janë preludi i fitoreve, thot Veliaj.